Ti ke familje tënden, prindër? Po i kam të gjithë. Ku ndodhen? Ndodhen gjithë ndodhen jashtë për momentin. Janë jashtë shtetit, prandaj ti nuk e pasur mundësinë që të të ndihmojnë? Nuk kam pas mundësi, sa shumë qenë, nuk e se jemi në një gjendje shumë të mirë ekonomike, dhe familja ime, dhe për këtë arsye domethënë Përsa i përket situatës që është transmetuar ditën e djeshme me videon që kanë nxjerrë nga banesa juaj. Pse ishte ajo lloj gjendje në shtëpi? A keni ndonjë pretendim për gjendjen që është nxjerrë në video? Atë pretendimi im që kam, okej, dakor, domethënë shtëpia nuk e se ka qenë në atë gjendje nuk është. Që është vend kush do tjetër me më hedh mu poshtë për atë gjë, domethënë me bindur. Po si kanë hyrë brenda në shtëpi? Domethënë ai ka hyrë brenda, se fëmijët e mi nuk e arritur më kaq vit, domethënë nuk e arritur kur me idenë domethënë që ka një baba, domethënë jo të mirë apo ka një gjyshe të mirë. Thjesht arritur me dashurinë domethënë që i kam thënë që po e ke një baba, e ke një gjyshe, e ke një nënë, e ke. Si është marrëdhënia jote me vjerën edhe me ish-burrin? Unë tani me ata nuk e se kam kontakte. Nuk e kontakt. Nuk e se kam pas kontakte të vazhdueshëm. Të kanë ndihmuar për fëmijët? Që moment që ata na burgu, domethënë ka pas nisë domethënë këto mujt e fundit nisi lek që nisi për fëmijët 180.000 lekë. Po me 180.000 lekë se do bëj unë, që se unë do rri shtëpi 24 orë me fëmijët. Po si është situata, domethënë 300.000 lekë kam qeran. 300.000 lekë qeran. Po. Ku punon? Punoj tek një lokal këtu te rruga Muzeut të Durrës. Ke rruga Muzeut të Durrës. Po përsa i përket në gjendjes më përpara, qoftë me bashkëshortin, qoftë me fëmijët, pse fëmijët nuk kanë qenë në shkollë, sepse u tha që fëmijët kanë një muaj që nuk ikin në shkollë. Fëmijët kanë qenë në shkollë, thjesht kanë qenë smur, e kanë çuar një raport mjekësor tek shkolla. Te shkolla domethënë është çuar raporti domethënë që fëmijët kanë nashur. Ka qenë 2 javë pushimet e shkollës, ndonë dishë domethënë që kohën që kanë qenë pas marrë pushimet, fëmijët kanë qenë pushim, kanë çuar raporti mjekësor. Dhe në momentin që ka filluar shkolla, nisi vetëm shkolla në tetë. Shkolla ka filluar ditën e hënë. Po. Ditën e martë ndodhi mbytyja. Po. Ne kemi pas domethënë që atë moment në rruga jonë ka qenë e bllokuar. Po. Të rresheve. Edhe në atë moment domethënë e marr pushim prap, domethënë sot e kësaj dite pallati im është jo vetëm unë, por gjithë pallati im është pa ujë, pa drita. Po. Dëm pa ujë fal, pa të drita ka. Kështu që Kjo situata pallat. Çfarë pretendimesh keni me akuzat që po ngrihen sot ndaj jush për abuzim me fëmijët apo ndoshta abuzim me fëmijët? Nuk jam nëse më qenë që do t'i lisha fëmijët vetëm, do të kisha bërë kom për parë të